Një mesazh anonim që po qarkullon me shpejtësi në rrjetet sociale ka ngritur dyshime të forta për një krizë apo ndarje të mundshme mes Birkenës dhe Mateos, një nga çiftet më të komentuar të muajve të fundit në rrjet. Gjithçka nisi pas publikimit të një mesazhi të dërguar në mënyrë anonime në faqen e Eterna Media, ku pretendohet se dyshja nuk janë më bashkë, por kanë zgjedhur që këtë gjë të mos e bëjnë ende publike. Mesazhi ka bërë menjëherë xhirën e faqeve roz dhe ka ndezur reagime të shumta mes ndjekësve të tyre, të cilët prej kohësh i kanë parë Birkenën dhe Mateon si një nga çiftet më të afërt dhe më të komentuar në rrjet. Në mesazhin që po qarkullon thuhet: "E diti që janë ndarë Birkena dhe Mateo apo se di dhe nuk po e bën publike ndarjen e tyre, kaq ditë them, jetoj në dhe kam një javë që se shikoj Brikin aty." Edhe pse nuk ka asnjë provë konkrete që konfirmon këtë pretendim, fakti që mesazhi u shpërnda me shpejtësi ka bërë që shumë ndjekës të nisin të analizojnë çdo detaj nga postimet e fundit të çiftit. Disa kanë vënë re se Birkena dhe Mateo nuk janë parë shpesh bashkë në rrjetet sociale gjatë ditëve të fundit, ndërsa të tjerë kanë komentuar se mungesa e postimeve apo videove së bashku mund të jetë një sinjal se diçka nuk po shkon mes tyre. Megjithatë, me sa dihet, Birkena ka udhëtuar drejt Italisë tek të afërmit e saj. Nuk është hera e parë që çiftet e njohura të përballen me thashëtheme të tilla në rrjet. Shpeshherë një mungesë postimesh, unfollow apo një detaj i vogël mjafton që ndjekësit të nisin menjëherë aludimet për krizë apo ndarje. Ajo që po e bën edhe më misterioze situatën është fakti se as Birkena dhe as Mateo nuk kanë reaguar deri tani për të sqaruar se çfarë po ndodh realisht mes tyre. Thjesht atyre ka bërë që dyshimet të shtohen edhe më shumë, ndërsa komentet në rrjet vazhdojnë të rriten nga minuta në minutë. Pavarësisht aludimeve, deri në këtë moment që nuk ka asnjë deklaratë zyrtare nga vetë dyshja që të konfirmojë apo të përgënjeshtrojë lajmin, gjithçka mbetet në kuadër të spekulimeve që po qarkullojnë online. Një gjë është e sigurt, mesazhi anonim ka trazuar rrjetin dhe ka rikthyer vëmendjen te marrëdhënia e Birkenës dhe Mateos, duke bërë që emrat e tyre të komentohen masivisht në faqe dhe profile të ndryshme. Tani mbetet për të parë nëse Birkena apo Mateo do të zgjedhin të reagojnë publikisht për t'i dhënë fund zërave apo do të vazhdojnë të qëndrojnë në heshtje përballë aludimeve që po pushtojnë rrjetin.